Përshëndetje të gjithëve, ju falenderoj që jemi bashkë në këtë summit të rëndësishëm, një respekt i veçantë për panelistët, me të cilët jemi këtu bashkë para jush, po kisha pas me thonë që bashkimi është i shumë dimenzioneve, prej shumë perspektivave mund të flasim për bashkimin, po unë kisha me thonë që le t'ja fillojmë bashkimit nga bashkimi i bashkëorganizimit këtij summiti pari. Është bërë një punë e mirë, ne gjithmonë kemi qenë pjesëmarrës në këtë summit, po mendoj që herave tjera, kur ta bashkëorganizojmë këtë summit, nuk do të ishte keq që edhe Kosova, shqiptarët e Maqedonisë së Veriut, gjitha trojeve shqiptare të jenë atë këshillin e organizimit të këtij summiti, mendoj që do t'i bënte edhe më mirë summitit edhe natyrisht është bërë një punë e madhe, e përshëndes, ne jemi këtu aktiv, kemi qenë në këtë summit vazhdimisht. Është punë shumë e mirë e Republikës së Shqipërisë, sepse na bashkon të gjithëve. Edhe ne me Kosovën këtu takohemi edhe me mërgatën tonë. Kisha pas me thonë që dhe është rëndësishme kjo, një 3 dimensione janë që dua t'i shpjegoj se çfarë du të bëjmë. E para, mendoj që është masat që du t'i merë së bashku Republika e Shqipërisë dhe Republika e Kosovës, së bashku me të tjerë që i kemi, se cilat janë ato projekte përmes cilave ne e forcojmë edhe më tutje e mirëmbajmë, e ushqejmë identitetin tonë të mërgatës kudo që jeton ajo. Dhe këto 5 shtete janë kruciale sipas mendimit tim. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kemi një mërgatë e cila mendoj që është, le të themi, pavarësisht e barabartë mes Kosovës edhe Shqipërisë. E Shqipërisë është një mërgatë bile edhe më e hershme se e Kosovës në SBA. Pastaj në Greqi dhe në Itali dominon mërgata e Shqipërisë, kurse në Gjermani dhe në Zvicër dominon mërgata nga Kosova. Kemi më shumë mërgjimtarë që janë nga Kosova. Këto 5 shtete mendoj që janë vendimtare për mërgatën tonë. Dhe ma mërmenja që në këto du t'jetë i fokusuar investimi i Kosovës dhe zbashku me Shqipërinë, që të bëjmë projektet përbashkëta sa i përket ushqimit të identitetit, sidomos të fëmijëve, të rinjve që janë më të ri, që kanë lindë në këto shtete, apo që pritet të lindin në të ardhmen në këto shtete. Është ndryshe kur ke shku për shembull nga Shqipëria apo nga Kosova, edhe ke qenë i rritur, edhe ke shku nga ato shtete, një pjesë ke kaluar në Shqipëri edhe në Kosovë, ke shku si 20 vjeçar apo si 25 vjeçar, mirë po ndryshe është kur lind atje në ato shtete. Edhe unë e kum pa që mërgata jonë ndryshe nga ne këto e përjeton identitetin kombëtar. Është një peshë më e rëndë mbi supe. Peshë në kuptimin pozitiv të fjalës, e kam si përgjithësi, si obligim, si detyrë e mirëmbajtjes së identitetit. Prandaj mendoj që do të kemi projekte dhe e patëm një takim shumë të mirë me zotin Hoxha, i shqyrtuam, i shtruam disa qëllimet përbashkëta, ato pritet t'i konkretizojmë në vitet që vinë. Unë mendoj që arritja më e madhe në këtë dimenzionin e parë që po e them, do të ishte sikur së bashku me Shqipërinë të mund të arrinim në këto shtete, ta dërgonim një numër të madh të mësimdhënësve, të cilët financiarisht mbulohen nga Republika e Shqipërisë dhe nga Republika e Kosovës, ata do të ishin me qindra mësimdhënës, të cilët shkojnë dhe e mirëmbajnë shkollën shqipe në për ato vende, qytete ku jeton më shumë ti ku është e përqendruar mërgata jonë. Deri tash kjo ka qenë në mënyrë vullnetare, e organizuar nga mërgata jonë. Konsideroj që numri i fëmijëve të mërgatës tonë është i vogël i përfshirë në këto shkolla. Nuk besoj që arrin nivelin 10%. 10% e fëmijëve tonë cilët jetojnë mërgatë
dhe e ndjekin shkollën shqipe. Do me thoni, kemi statistikat, e dim çka po flasim, numri 10% është shumë numri vogël i fëmijëve të cilët e ndjekin shkollimin në gjuhën shqipe. Pra më shumë është çështje e familjes personalisht se sa e ushqen fëmijën e vet që jeton në këto vende me identitetin shqiptar, me gjuhën shqipe dhe me historinë e me rrëfimet shqiptare. I takon vet familjes. Po kjo nuk do të jetë vetëm pjesë e familjes. Kjo do të jetë edhe pjesë e shteteve tona. E deri tash, le të themi, arritshmëria nuk është bashkëknaqshme, kemi nevojë ta ngrisim në një nivel të ri këtë. Dimensioni i dytë konsideroj që është shumë e rëndësishme rrjedhimi i mërgatës tonë. Shumë projekte rëndësishëm. Në këto 5 shtete që i përmenda, ne do të krijojmë ombrella të përbashkëta të gjitha organizatave dhe shoqatave shqiptare. Unë i përgëzoj shoqatat edhe organizatat. Është krejt në rregull çka bëjnë ato. Na kanë ndihmuar shumë. Por nëse duam ta ngrisim reprezentimin shqiptar, bile edhe politizimin e mërgatës në një kuptim pozitiv, në kuptimin shtetëror po foli, jo në kuptimin e partive politike. Se ai nuk është politizim pozitiv, ma pozitiv i mund shumë, po në kuptimin e shtetit, që t'jenë të politizuar në lidhmënin që e kanë me adrejon e tyre. Kjo është një politizim pozitiv që na duhet dhe duhet të rrjedhëzojmë mërgatën tonë e ta përfshim në një ombrellë në secilin prej këtyre 5 shteteve që i përmenda. Dhe treta, duhet ta lidhim mërgatën me vendin. Dhe kur jemi këtu, unë mendoj që e kemi kalu tashma atë fazën thjesht folklorike të dimensionit të identitetit shqiptar. Ajo mirë mbahet në për familje tona, ajo është pjesë ekzistenciale, po për më kthy këtu, duhet diçka shtesë vetëm prej emocionit që na shkakton ndjena e të qenit shqiptar, ajo nuk mjafton. Ajo të bëm vizitor një herë në vit, ose 2 herë në vite, ose 3 herë në vite, po për me pa një perspektiv masi 30 vjetë ke jetu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe më mundu mu këthy në Shqipëri, kjo kërkon diçka më shumë. Çka është kjo? Duhet ta zbulojmë së bashku, tashmë jemi në një drejtim. Për shembull, Kosova e ka edhe një program të garantimit të garanci kreditore, do më thonë për ata që duan të investojnë në Kosovë, bizneset e ndryshme, që duan të asilin kapitalin në Republikën e Kosovës, të investojnë diçka, shteti bëhet garantus që parat e tyre të mos humbin, të jenë ata të suksesshëm, të mund dhe të fitojnë me ekonominë e tyre, me biznesin e tyre, dhe të mund të sjellin edhe familjet qoftë në Republikën e Kosovës ose në Republikën e Shqipërisë. Këto trija mendoj që janë esenciale. Mund të flasim me orë të tëra për këto trija, po unë vetëm i shpjegova shkurtimisht me zotin Hoxha në takon, që sa ma shumë të thellojmë bashkëpunimin, të përimtësojmë edhe të zhvillojmë edhe ma tutje këto 3 dimensione që të arrim në nivelin më të lartë të organizimit. Faleminderit.